Po heshtet qytetari, fiton hajduti, nga kuponi I dyqanit deri që e kërry shfeti në shtet, Shqipëria po videt nga heshtja nuk është spjullëk të denoncosh padrejtësinë. Është detyrim moral dhe qytetar. Sepse korrupsioni nuk fillon vetëm te ministri apo kryeministri, por te kuponi që nuk jepet, te mjeku që kërkon në dorë, te polici që shet detyrën, te zyrtari që zvarit dokumentin për të zhvatur para. E vërteta nuk turpëron popullin, e shpëton atë. Shqipëria nuk po vuan vetëm nga hajdutët që vjedhin. Po vuan edhe nga një tragjedi më e madhe, nga qytetari që sheh, kupton, përtyp mlefin dhe pastaj hesh. Kjo heshtje është plehu ku rritet korrupsioni. Kjo frikë është oksigjeni I çdo zyrtari të korruptuar, I çdo mjeku pa ndërgjegje, I çdo polici me dorë të shtrirë, I çdo pushtetari që tallet me popullin. Sepse e keqja nuk bëhet e madhe vetëm nga ata që e kryejnë, por edhe nga ata që e pranojnë si normalitet. Dhe një komp që fillon të quajë normalitet poshtërimin e vet, ka hyrë në fazën më të rëndë të sëmundjes morale. E vërteta nuk nis me revolucion. Niset me po, ma jep kuponin. Shpesh njerëzit gabojnë kur mendojnë se betejë për drejtësi fillon vetëm me dosje të mëdha, me skandale qeveritare, me emra ministrash, oligarkësh apo kryeministrash. Jo. Ajo nis shumë më poshtë. Niset aty ku shumica e shqiptarëve kalojnë jetën e tyre të përditshme, te kasa e dyqanit, te supermarketi, te farmacia, te spitali, te komisariati, te sporteli I shtetit. E vërteta fillon me aktin më të vogël të ndërgjegjes qytetare. Kur shitësia të pyet, e doni kuponin tatimor, ajo nuk po të bën der. Ajo po të teston. Po teston nëse përballë ka një qytetar apo një njeri të mësuar të kalojë edhe shkeljen më të vogël me një tundje supesh. Dhe në atë çast, përgjigjja po nuk është thjesht një fjalë. Është një qëndrim. Është një deklaratë e vogël lirie, sepse kuponi nuk është cop letër. Është provë ligjore. Është gjurma që transaksioni ka hyrë në sistem. Është pengesa minimale kundër vjedhjes fiskale. Është një hallk në zinxhirin e financimit të shtetit. Dhe kur ai kupon nuk jepet, nuk humbet vetëm një faturë. Humbet pak nga rendi. Humbet pak nga ligji. Humbet pak nga besimi se ky vend mund të funksionojë ndershmërisht. Korrupsioni I madh ushqehet nga padrejtësia e vogël, një nga mashtrimet më të mëdha publike është ideja se korrupsioni I madh është diçka e shkëputur nga shkeljet e vogla të përditshme. Sikur ministri që vjedh miliona të mos ketë asnjë lidhje me dyqanin që s'të jep kupon, me mjekun që ta lë të kuptosh se duhet diçka, me zyrtarin që të sorollat që të thyejë e pastaj të zhvas, por e vërteta është më e egër. Këto nuk janë fenomene të ndara. Janë I njëjti mentalitet. Janë degë të së njëjtës pemë të kalbur. Janë forma të ndryshme të së njëjtës sëmundje, përçmimit ndaj qytetarit dhe përdorimit të pozitës si mjet fitimi, jo si detyrë shërbimi, kuponi I munguar, pagesa në dorë, vonesa e qëllimshme e dokumentit, shpërdorimi I uniformës, shitja e drejtësisë, abuzimi me tenderat, të gjitha janë pjesë e të njëjtit sistem. Ndryshon vetëm shuma. Nuk ndryshon morali I krimit, denoncimi nuk është spjullë. Denoncimi është vetëm mbrojtje kombëtare shqiptarëve u është futur prej vitesh në kokë një helm kulturor, mos denonco se bëhesh spjun. Kjo është një nga gënjeshtrat më të ndyra që mbron hajdutin dhe turpëron njeriu e ndershëm. Jo. Denoncimi I padrejtësisë nuk është spjullë. Është reagim qytetar. Është vetëm mbrojtje. Është akt drejtësie, spjullëk është të shesësh njeriu e pafajshëm. Por të kallëzosh shkelsin e ligjit është detyrim ndaj shoqërisë. Është mënyra më e pastër për të mos u bërë bashkëfajtor me të keqen. Nëse një dyqan nuk jep kupon, denoncoje. Nëse një supermarket fsheh shitjet, denoncoje. Nëse një mjek ta kthen hallin në treg, denoncoje. Nëse një polic të lë të kuptosh se ligji blihet, denoncoje. Nëse një zyrtar të sorollat për të marrë para, denoncoje. Nëse një prokuror, gjykatës, deputet, ministër apo kryeministër abuzon me pushtetin, denoncoje, sepse heshtja përballë padrejtësisë nuk është qetësi. Është bashkëpunim pasiv me të keqen. Shëndetësia bëhet kasaphan morale kur mjekimi zëvendësohet me fitimin. Një nga pikat më të dhimbshme të kalbëzimit shoqëror është momenti kur njeriu I sëmur, në vend që të përballet me mjekun si shpresë, përballet me të si tregtar. Jo të gjithë. Por mjafton një pjesë që të infektojë gjithë sistemin me mosbesim, mlef dhe neveri, kur pacienti endet nga një klinikë në tjetrën pa arsye mjekësore, por për interesa të pista financiare, kjo nuk është neglizhencë. Është abuzim. Kur sëmundja jote lexohet si mundësi fitimi, jo si thirrje për ndihmë, kemi të bëjmë me rënje morale. Kur të lihet të kuptosh se pa para në dorë nuk lëviz as radha, as kujdesi, as ndërhyrja, nuk kemi më sistem shëndetësor. Kemi treg frikë mbi trupin e njeriu dhe ky është një nga krimet më të ulta morale, sepse aty përfitohet jo mbi luksin e tjetrit, por mbi dhimbjen e tij. Administrata nuk është pronë private e në punësve, po aq e rëndë është ajo që ndodh në sportelet e shtetit. Qytetari I zakonshëm endet me ditë, me javë, me muaj pas një letre, një firme, një vule, një vërtetimi. E lodhin, e poshtrojnë, e kthejnë, e zvarrisin. Jo rrallë, jo se ligji e kërkon, por sepse ky është mekanizmi I vjetër I thyrjes së qytetarit. Lodhe, ulja dinjitetin, bëhet të ndihet I vogël dhe pastaj ofroi zgjidhjen, aty lind shfeti. Jo si rastësi, por si produkti një kulture administrative që e sheh qytetarin jo si sovran, por si pre, duhet thënë qartë, zyrat e shtetit nuk janë pronë private e askujt. Ato mbahen me taksat e qytetarit. Rrogat paguhen nga djersa e njerëzve. Shteti nuk I bën der popullit kur jep një shërbim. Ai po kthen mbrapsht një detyrim, prandaj kur qytetari kërkon llogari, ai nuk po sillet keq. Po sillet si qytetari I lirë. Frika është monedha me të cilën sundon korrupsioni. Korrupsioni nuk mbahet vetëm nga paratë. Mbahet nga frika. Frika se mos të shërbejnë. Frika se mos të kthejnë mbrapsht. Frika se mos të hapin telashe. Frika se mos mbetesh pa mjek, pa dokument, pa drejtësi, pa zgjidhje, dhe pikërisht sepse frika funksionon, sistemi I kalbur I prodhohet. Zyrtari I korruptuar nuk është I fortë sepse ka moral, por sepse di që përballë ka shumë njerëz të lodhur, të dorëzuar, të bindur se kështu funksionon Shqipëria, por Shqipëria funksionon kështu vetëm sa kohë ne e pranojmë kështu. Aty ku qytetari nis të thotë jo, aty ku kërkon kuponin, ku refuzon pagesën në dorë, ku bën kallëzim, ku kërkon shpjegim, ku proteston, ku nuk përkulet më, aty fillon të çahet muri I pandëshkueshmërisë.
Populli nuk është turn për të sunduar. Është autoriteti real i këtij vendi ka ardhur koha të kuptohet një e vërtetë themelore, nga dyqani i lagjes deri te zyra e kryeministrit, qytetari është ai që paguan. Qytetari konsumon. Qytetari taksohet. Qytetari mban në këmbë këtë shtet. Patë, nuk ka tregë. Nuk ka administratë. Nuk ka pagë. Nuk ka pushtet, prandaj kur qytetari kërkon llogaridhënie, ai nuk po guxon shumë. Ai po ushtron rolin e tij natyror në një republikë normale. Kur populli dorëzohet, ngrihen hajdutët. Kur populli zgjohet, dridhen pushtetarët. Ky është thelbi i çdo demokracie serioze. Pushteti duhet të ketë frikë nga qytetari i ndërgjegjshëm, jo qytetari nga pushteti i korruptuar. Fëmijët nuk duhet të trashëgojnë servilizmin ton çdo herë që ne heshtim përballë një padrejtësie, nuk po vrojmë veten. Po dëmtojmë nesër fëmijët tan. Po u lëm trashëgimi një vend ku mashtruesi shpërblehet, ku hajduti justifikohet, ku rishfeti quhet nder, ku shkelja quhet hall, ku denoncimi quhet spionllëk dhe ku njeriu i ndershëm trajtohet si budalla. Ky është shkatërim i thellë kombëtar. Jo vetëm ekonomik, por moral, sepse kombet nuk rënohen vetëm kur u vjedhin thesarin. Rënohen kur u deformohet ndërgjegja, e vërteta të çliron, sepse e shkatëron gënjeshtrën që të mban të ulur. Mos keni frikë të flisni të vërtetën, nuk është thjesht thirrje morale. Është program mbijetese qytetare. E vërteta të jep drejtësi, sepse emërton padrejtësinë. E vërteta të jep mirëqenie, sepse mbron paranë publike nga vjedhja private. E vërteta të shëron, sepse heq nga shoqëria kulturën e poshtër të pranimit të së keqes si rutinë. Vetëm një popull që flet, kërkon, kallëzon, proteston dhe nuk friksohet më, mund të jetë i lirë. Sepse liria nuk është vetëm të mos kesh zinxhir në dorë. Liria është të mos pranosh të blesh të drejtën tënde. Të mos pranosh të lypësh atë që të takon. Të mos pranosh të jetosh në mposhtërimin e përditshëm. Mos keni frikë të denonconi. Denonconi kuponin që nuk ju jepet, denonconi mjekun që ju sheh si portofol, denonconi zyrtarin që ju lodh për t'ju shatur, denonconi policin që shet ligjin. Denonconi prokurorin që e zbel drejtësinë, denonconi gjykatësin që e nxjerr të vërtetën në ankan, denonconi deputetin, ministrin, kryeministrin sa herë që abuzojnë me besimin publik, sepse e vërteta nuk është dobësi, e vërteta është forcë. E vërteta është pastrim, vërteta është shërim, e vërteta është fillimi i lirisë, dhe dita kur qytetari shqiptar ndalon së heshturi, është dita kur nis fundi i sundimit të hajdutëve.